Qytetarët nga janari do të paguajnë për rreth 5% më shtrenjtë energji elektrike. MOV në tenderin e furnizuesit universal EVM Home ofroi çmimin prej 65 euro për megawatt në orë për të mbuluar 100% të sasive të planifikuara të energjisë elektrike për familjet dhe konsumatorët e vegjël për gjithë vitin 2026. Çmimi i ri i rrymës kryesisht varet nga çmimi që ofrojnë centralet shtetërore në tender për furnizimet universale EVM Home. Më parë, EMV, energjin për familjet dhe konsumatorët e vegjël, e shiste për 62 euro për megawatt. Nga EVM Home njoftojnë se kanë marrë vetëm një ofertë me çmim që është 4,84% më i lartë se ai i tenderit të mëparshëm. Deri në fund të këtij muaji, Komisioni Rregullator për Energjetik duhet që të marrë vendim për çmimin e ri për transmetimin dhe shpërndarjen, por këtu më shumë gjasa nuk do të ketë ndryshime.